Postimi i motrës së Gjestit disa orë para ngjarjes tragjike do t'ju shokoj. Një tragjedi ka goditur familjen e fituesit të Big Brother VIP Albania 4, Gjesti, vllai i tij, Eldion Kelmendi, ka humbur jetën në një aksident të rënd që ndodhi pas ditën e sotme në fshatin Qungur të Pejës. Aksidenti u raportua rreth orës 14, kur një motor u përplas me një vetur. Për pasojë, Eldioni ndroi jetë në vendngjarje, ndërsa një tjetër person, banor i zonës me inicialet KB, mbeti plagosur rënd dhe po trajtohet në spitalin e Pejës. Hetimet për zbardhjen e plot rrethanave janë ende në vijim. Rreth 20 orë para tragjedisë, motra e tij, Blerina Kelmendi, kishte publikuar disa fotografi në rrjetet sociale mes tyre dhe një me vllajin e ndjerë shoqëruar me 2 emoi ëngjësh, një detaj që ka prekur ndjekësit dhe ka marrë shumë reagime të trishtueshme. Ende nuk ka patur një reagim nga vetë reper, i cili shpesh ka folur për lidhjen e ngushtë dhe të veçantë me vllain e tij.